Selam aleikum e mirëmbrëma, të dashur të nderuar shikues e dëgjues të Radio Televizionit Perëndimi dhe mirë se takohemi edhe këtë të premte. Më saktë me 25 prill 2025 me misafirin e radhës, me temën e radhës, një bashkëbisedim interesant me një figurë personazh tashmë të njohur për opinionin shqiptar, por edhe të tjerët se kanë qef me ngucë dhe me ngucë. Një figurë karizmatike, një jurist që pak ndoshta ka punë me të qenit jurist, por me analist ja hongren shpirtin. Për kuptimin e fjalës, edhe unë sonte, më tha me dashamirësi që nuk mundem me thonë jo se më ka dost, por andaj e kam shti borxh edhe më ka shti borxh edhe falenderoj zakonisht nga zemra para se me prezantu. Bëhet fjalë për Ali Sefën, si thash jurist, analist. Ali, selam aleikum Imrama dhe faleminderit që më nderove. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi me ardhur në TV Perëndimi. Nderuar si gjithmonë, të falenderoj që të ndajta për një mjedisit mirë familjar, por nuk më tha jo dhe dorë Zotit që veç ai tash për lej këtë ndjerë që më bone. Ali, po nisim me, si gjithmonë nisi, temën me atë Alin e vogël në këtë rast. Alia, çka ka pas qef më bo kur kon i vogël? Si ka qenë fëmijëria e Alis? Ka lind ku ka jetu kushtet e jetës, shkollimi e kështu me radhë. Po, unë vi prej Vrellis si Stogut, jam i lindur në Bjeshk, ndoshta kjo është ajo farë energjia që kam edhe për te limite dhe mundësive. Jam rrit në familje të madhe, me shumë fëmijë. Kem pas, se thot populli, gjallëni, tokë, bagti, kemi punu vazhdimisht. Radhë herë na ka mungu diçka, mirë po shumicën aty në gjona që i kem pas, edhe që vazhdojmë t'i kemi, kem pas sikur rezultati punës. Kjo falë Zotit, prindi është marrë me bujqësi, blegtori edhe ndërtimtari, shquhet një stog, besoj që është për njerëzve ma punëtor, e që në mosh 70 vjeçare, për kushtimi, për familjen, sinceriteti as që ka pas, ka fillu namaz në atë kohë. Besoj që në përditshmëri jam si prindi. Amo shpërfaqen duke me kam pak ma të vrasht, për arsye se ajo ka ma të butë. E unë gjatë gjithë jetës jemi rrit të punu. Po ajo që jam këtu ka qenë dëshira e prindit, domthonjë ai fokusin e ka pas, duhet mu arsimu. A këtë është më konë avokata, këtë është më konë njërës kërë i konë i vogre, se na pysin shpesh, shka ki më bon kur të rritër? Shka ka më bon për diçka po, amo? Në shkollë të mesme, edhe me pastaj, po, bile është interesant, ne kemi jetu një periudhë të vështirë, ku shumica ka qenë këfar roli i detektivit, ka qenë i famë shumë, edhe kanë qenë edhe disa filma këtu që njerëzit po na kanë bo për vete, apo me studiu kriminalistik dikur është do kësi andërim mirë, po mbas në shkollë të mesme, vetëm e kam mendu rrugën që duhet të vazhdoj juridik, mirë po për shkak të pengesave që i kam pas gjatë rrugtimit, kam ardhur burr në studime, në moshën 23 vjeçare, mirë po gjatë rrugtimit më kujtohet një detaj, nuk e di, ndoshta kam qenë në klasë 6 ose 7, atëherë ka qenë në fillet e tij, apo përpjeket për të na largu nga shkolla Miloševići, edhe ka qenë një arsimtar i gjeografisë Gjembër Dynaj, Zoti e pastë më shiru. Edhe unë sikur fëmijë kam qenë pak më i shprehur, më i gjallë, ndoshta edhe pak më rebel. Edhe malsor. Ali çka ki? Edhe tash si fëmijë, tash më ka ardhur me thonë Miloševići, edhe ai ka qenë shumë shakaxhi. Tha, ja heku hunën, noshkën, tha ja vendos një parlegjan, tha edhe e bëj palaço. Du me pa të shesh, domthon prej kur e moj veten mend, jam fëmijë që jam rrit në për këto vështirësi. Tu e pas parasysh edhe vështërsitë që kemi kalu qoftë edhe si familje mirë, po fati kolektiv i shoqënisë më ka përcjell si fëmijë. Pak sekuenca, përveç kësaj problematikës të dëbimit nga shkolla, se tash fëmijët tonë me taksi po i bin shkollë dhe s'pe duan arsimin. Ne që jemi këtu sot jemi fal këtij arsimit. Pak më shumë diçka për këtyre vështirësive të shumta që kemi pas nëse gjenerat,
Edhe si me dorëzu për me shku në shkollë, si me dorëzu për me mësues, si me dorëzu për me pa mësuesin si vlerë, dijen si të rëndësishme. E kështu me radhë. Pra pjesa jetës tonë në shkollë mesme me gjithë të sfida probleme. Po unë në klasë në shkollën në ciklin e ulët. E kam pas deri në klasë 4, se tash na kanë ndrua dhe formati, bilesht ajo batuta kur më kanë në 8 klasë, nuk më kanë më 12. E kam pas mësuesin Recep, një prej mësuesve më të mirë, një prej mësuesve më të turp, më të përkushtuar dhe më të dashur, që besoj që ndoshta edhe regioni Pec, jo vetëm shkolla prej nga Vion. Ajo që ka qenë karakteristik, ka qenë klasa nga 5 deri në 8, që na ka dhënë, e kem pas kujdestar klase, arsimtari në historisë dhe gjeografisë, njërin prej arsimtarëve më të mirë, po edhe më të rrept. Domethënë ne kemi pas kujdestar klase, dhe tani do të qeshin dhe tjerët. Ai dajakun e ka pas në agjend. Po kryesisht e ka pas për djemt, po kurrikule ka pas. Thoshte s'ka pas rëndësi nota. S'ka pas rëndësi nota për djemt, duhet të ishin vi, edhe i binte vi ditarit, zguxonte të mungonte askush. Shkolla ka qenë kështu model, klasa. Ka pas përkushtim të jashtëzakonshëm, e që shpesh herë në thëmë, nëse mblidhen krejt bota një njërën anë, përfshi edhe familjarët dhe arsimtari Zymer një njërën anë, dhe unë dajaku i ti ka qenë më i madhë se sa i të gjithëve bashkë, mirë po nuk ka qenë dhunë. Nëse muj me se mund dhe të kesh kuptuar. Mirë po ajo që ka insistuar vazhdimisht, ka insistu me nxjerr më të mirën prej nesh. Bile më kujtohet, s'po du me përmend me emën, njërin prej nxënësave që kishim klasë, ai vinte në moshë më të vjetër, për arsye se kishte qenë përsëritës, po ai vinte nga një familje e madhe, edhe kur mungonte e pyeste Bek, domthonë tash miku emri pa dash, po ata nuk mund ta dinë. Po është shkurtesë, nën kuptonte ai ke sjell një lan për bjeshka, ke kontribut diçka për familjen. Domthonë, në rast se dikush si shte mësimit. Diçka mundohet ta bënte dobishëm, ta nxjerrte më të mirën prej nesh. Thjesht mirë, po kur mbante orën e historisë, nganjëherë më duket sikur shohësh film dokumentar, aq e shpjegonte me shpirt, me emocion, saqë doon në një moment, po t'i mbyllë syt, i sheshe figurat historike, qoftë edhe mbetej. Mirë po mësimdhënësi ka qenë në një nivel tjetër, kur i kujtoj akoma disa profesorë të shkollës së mesme, kur takohemi, tani me ata janë pensioner, thjesht motem çka flasim përballë tyre. Unë shquhem prej aty. Me marrë, shef me vlerë. Po, padyshim njëhem prej atyre që nuk nguroj të flas, të them atë që duhet. Mirë po, ka profesor që na ka mësuar në shkollën të mesme dhe në shkollën fillore, që kur i kam përballë, skuqem sikur të isha i vogël dhe nganjëherë kam vështirësi të nxjerr fjalët për arsye se duhet të jem të matur. Frika, kujdesi. Çka? Për shkak të qëndrimit që kanë pas, për shkak të vlerës që kanë pas në sytë tonë, dhe njëkohësisht atë vlerë e ruajnë edhe sot. Po flas për vështirësitë që kemi pas si fëmijë që jemi maltretuar na dhe mësimdhënësit kur kemi shkuar në shkolla gjatë viteve 90. Mirë po ajo çka sot mungon është respekti dhe vlerësimi i mësimdhënësit. E fatkeqësisht tu kontribut të madh kanë dhënë institucionet në degradimin e këtij roli, pastaj edhe një pjesë e konsiderueshme e familjeve dhe veçmas fëmijët duke mos e pa pozitën dhe statusin e mësimdhënësit si të vlefshëm dhe të paguar në shoqërinë tonë, për arsye se unë vazhdim si them, nuk është e rëndësishme cili është mësimdhënësi. E rëndësishme është si duhet të shihet me sytë e fëmijëve mësimdhënësi, çfarë vlere duhet prezantoj, si duhet të jetë fotografia, figura e tij dhe veçmas pozicioni dhe profesioni i mësimdhënësit duket pothuajse gati i shajt, mirë po njëkohësisht duhet të jetë i paguar dhe i lavdëshëm që fëmia ta sheh veten në profilin dhe në formatin e mësuesit.
Studimet, si përveç të tyre ndikimeve të filmeve kriminalistik me detektiv, si nisi puna studimeve tek juridik? Unë nisi për detektiv, për fundove jurist apo në përgjithësi? Jo, pas në shkollë të mesme jam përcaktu. U profilizove domethënë. Po jam përcaktu ku du të shkoj, bile me njërin nga mësimdhënësit vazhdimisht fërkoheshim. Jo për shkak të karakterit tim rebel, po thjesht ndoshta që nuk dijat më shefësha sa e kërkon të koha dhe sa herë kishim fërkime, dhe ke hajda lishoqi arsimtari Adem Gjecaj, se ti e ndonë drejtësine mes, prej aty më dha rruga për drejtësi. Ka marrë studime në moshën 23 vjeçare, për shkak të rrugtimit dhe pengesave shëndetësore si rezultati luftës. Mirë po, nuk jam pishman, thjesht të llogaris vetëm për jurista modest, mirë po në ato që më kam mësuar shkolla, jam mundu ta vënë praktik dhe jem në shërbim të kauza mjedisore, besoj apo edhe të avokime të organizata tjera që angazhohen për liri të drejtat njerëzit, thjesht ato që ka e kom mësu, kom provu që t'jetë dije dobishme dhe kom provu me ashtë sa kam pas mundësi të vënë në funksion, e që nuk kom pas ambicjet të tjera, ndoshta për pas angazhime qofë në sektorin e gjyqësor apo në sistemin e drejtësisë, thjesht tani më shumë jam jurist mjedisor, i përkas aktivitetet dhe shoqërisë mjedisore, e aty mendoj që di të bëj më të mirën dhe besoj që kam akoma më shumë nevojë të profesionalizohem në këtë fushë, për arsye se problemet mjedisore të vendi janë tepër të mëdha dhe kërkojnë zgjidhje emergjente për ta parandalu një dëm që mund të shkaktohet i vendi. E përmende një fjalë të madhe, të cilës i ke kontribu jo pak. Përmende lirin, përmende gjendje shëndetësore, falë se cilës ose se cilit angazhim tuajin dhe të tjerëve se ti ne sot jemi të lirë. Me modesti kërkon që mos më të përmend fort atë pjesë, po unë po du me të shpalos pak, po du me folën për atë pjesën, sepse jo pak po e din se falë qëllimtarëve ne jemi sot ku jemi këtu. Falë atyre që kanë lënë shnetën edhe jetën, madje ne jemi ku jemi sot. Falë asaj angazhimit tënd, edhe shnetës tënde që i ki lënë, i ki vunu dhe studime po si ki ndërprej. Si e gjithë vetën pjesëtari që kësani? Një ambleme madhe, një trishkronja të mëdha. Po, kemi qenë grup shoksh, kemi qenë në moshën 18-19 vjeçare, e që ndoshta është pak edhe gjaku i rinis, bile sot shkruajta për... Po, pas bërëm familjar që ne keni pas, jo përmendur për vajzën time Hanën, e në vazhdimsi më kujtohen shokët cilët ishin familjar, për arsye se ne që kemi qenë djelë të ri, ka qenë pak ma e letë. Nuk ka qenë e letë, po nëse i krahason rrethonat kur sot je prind, e vren që ka qenë... Ndryshe me ndonjë jetën tash. Ndryshe me ndonjë jetën dhe të duket shumë më e vështirë, ndërsa kur kemi qenë të ri, ka qenë dukshëm më e lehtë. Kemi qenë 4 shokë, cilët kemi vendos më shku në Deçan. Tash Istogu dhe Deçani janë relativisht afër. Mirë po asnjëri prej nesh nuk besoj që kishte qenë Deçan më herët, për arsye se në vitet 90-ta ka pas dhoqje, ne s'kemi pas shumë lidhje familjare, që kemi vendos pranverën e vitit 98, një bashku shtërisë lërimtare, dhe njëri nga shokët që ishte bashkë me ne, kishte vendosur të shkonte tek një lidhje largë familjare, për koincidencë ne s'mund të shkonim fshat ku ishte i destinum, por unë gjetëm Bjeshkës, patëm pengesa rrugës, dhe në Bjeshkë. Kur unë gjetëm Bjeshkë, 100 metra në rastisit jem ofër stonit të njeriu që dëshironim të shkonim ta kishim adres të na dërgonte në Glozhan. Thjesht kur njeriu ka qëllim të caktuar, ka synim, Zoti i ja lehtëson rrugën, apo siç është një thënie famshme, Zoti i ja lehtëson rrugën njeriu për ato për cilën është kriju, përveç të qenit besimtar,
është vendimi i dytë më i rëndësishëm në jetën tam, e që ka bo më u formësu ky që jam. Pa dyshim që mos t'ishte namazit dhe udhëzimi, ndoshta nuk do të isha i gatshëm atëherë. Po elhamdulillah, për i vogël kam qenë besimtar dhe kjo ka qenë formësim edhe shtytje. Për arsye se kur ti je i fortë në besim, pjesë të tjera janë leta, qoftë edhe nëse kërkohet prej teje sakrificë, për arsye se njeriu e di që ka dëshmëria për të shërbyer vendit, sjell fitore ose sjell gradën që ndrojmë gjithë. E nga njëherë apo shpeshherë ju lakmoj atyre që kanë rënë dëshmore që Zoti ka me i shpërbly për ato që e kanë bërë për lirinë e vendit, e ne mund të rrezikojmë ta humbim për arsye se jemi njerëz, e duke qenë njerëz jemi edhe gabimtar, urojmë që mëshira e Zotit të jetë shumë fish më e madhe se sa gabimet apo lëshimet tona. Amen. Në raport me ne. Diçka pak më shumë sponalme me çka, diçka pak më shumë më nda, diçka pak më shumë. Filmin të shpëlom anash, po përballme me jetën e vërtetë atij Aliut që vërtet ishte i privilegjuar, i nderuar, të veshte një uniformë të tillë ushtarake me 3 shkrona tona të arta dhe të jetë pjesë e historisë së çlirimit të vendit tonë. Në njërin prej ditëve kur kthehem nga armatimi në Shqipëri, mendoj që në rast se domosdoshmë secila sekuencë është e rëndësishme në luftën për liri, mirë po rrugtimi për të sjellë armë nga Shqipëria, për mua ngjall me antikitetin grek, e që shumica ne kem qindra ushtarë që na kanë ra në kufi duke sjellur armë nga Shqipëria. Kemi është dash të ngarkojmë mushka, kuaj, gomar, për te kësaj të ngarkohem edhe ka 20, 30 deri në 40 kg. Ajo që është e veçantë, ishim në Glloxhan dhe kishte nevojë për përforcime në frontin e Vokshit. Komandanti i Vokshit, Bajram Azrekaj, ishte ardhur dhe kishte kërku nga Ramush Haradinaj, kishte kërku ushtar që të dërgoheshim në Voksh. Në para ushtarëve del një ushtarak, është vrarë pas lufte, Besim Bishtarzhini, nga Gjakova. Thot, kush është i gatshëm me vdek, delni një hap para. Nuk e di sa djem kemi dalë. Numër i vogël, nuk kemi dalë sa pritej, unë isha në mesin e tyre, dhe kur dalim, na drejton automatikon, edhe na shan. Na shan. Tha pjo vras edhe pjo varos këto. Tha Kosovë si duheni të gjallë. Kosova ka nevojë për një ushtar që luftojnë e nuk desin. Që luftojnë e presin lirin. Që luftojnë e fitojnë domon. Ka qenë hera e parë, kur e kom taku dikant, që më ka tregu, ose na ka tregu, që ju nuk shkonin luft me dek. Ju shkonin luft me luftu, ju shkonin luft me fitu, edhe ju i duni Kosovës njerëz të gjallë. Nuk i duheni të vdekur. Ajo ka qenë një zima, një reflektim në vetë. Në reflektim vetë, ndoshta ka qenë njëna pishkaqev që ka dash Zotit bëhet sebeb që unë jem gjallë edhe ta kuptoj rolin për cilin jam unë aty. Për arsye se shumica e njerëzve që kanë shku luftë, kanë shku me vdek për lejinë e dheut, e që njerëzit që kanë drejtu luftën kanë pas një vizion tjetër. Luftë nuk shkohet veç për me dek. Luftë shkohet për me shtliru atë dheun. Andaj kemi pas vështirësi gjatë krejt procesit për arsye se mundësitë edhe të arsenalit ushtarak, edhe të municionit kanë qenë të vogla. Pabarazia më e madhe është zakonisht. Për te kësaj, ne në vazhdimsi kemi ngurru ta themi mirë, po edhe mrena llojit ton, edhe mrena popullatës tonë, mbështetja për luftën ka qenë e vogël, nuk ka qenë e madhe. Edhe sot ne kemi njerëz që nuk flasin mirë, apo që flasin keq, që duan të dënohen njerëzit. Sa po vlerësojmë sot njerëz që nuk kanë luftuar se kanë shkuar me vdek, por që ka dorë Zoti, s'do më thonë veç me vdekje, pas ka thonë komandanti. Ne kemi një problem. E ai problem e ka emrin mosmirënjohje. Në rast se ne nuk kemi qenë pjesë e një procesi, cili do të qoftaj, ai proces është i huaj për ne.
Ai proces është i padashtun për ne. Ai proces është armiqësor për ne. Ne i kemi sot në Hag njerëzit që e kanë drejtuar luftën për liri, njerëzit që e kanë shpallë pavarësinë, njerëzit që i kanë ndërtuar institucionet të këtë vend. A janë njerëz gabimtar? A janë njerëz gabimtar ata? Sa mos qenë ata më të zgjedhurit të Zotit, mos qenë ata janë gabimtarë sikur ne. Dhe atë një pjesë e tyre nuk kanë qenë mjaftueshëm as besimtarë që ka qenë e lehtë të gabojnë. Megjithatë kanë shkuar me deks si ty, edhe ata. Për te kësaj, nuk kanë shkuar me deksion. Ata janë bërë sebeb që unë të kem mundësi të bëhem ushtar, që Kosova të ketë qindra dëshmorë e të ketë liri, që Kosova të ketë institucione, që Kosova të ketë shtetë. Ne shohim anë më në botë popull që luftojnë për liri. Mirë, por nuk ja kanë mbri medalë. Kjo janë gjenerata që kanë mbri suksesin që kemi pas në teren. Lufta që është korrëzu me liri. Kapitalizu me liri. Dhe në rast se ti u amat sukseset, gabimet, dështimet, apo qoftë edhe të këqijat që kanë mund të bëjnë lëshimet gjatë procesi, është vlerë e jashtëzakonshme e shoqërisë tonë dhe arritje që asnjëri prej neve s'kemi mujt mi ndërru në luftë sado endërrimtar që kemi qenë thjesht për ne që kemi na kushton mos minjoja, po na kushton. Ne nuk e kemi problemin e mos mirënjohjes veç te ky segment. Ne e kemi në arsim, ne e kemi në familje, ne e kemi në xhami. Ku do që cilëm, ku do që shkojmë, mos mirënjohja, është bon element për mbajtësor i shoqënisë tonë, e nuk do duhet kishim kaq energji negative për arsye se Zoti na ka begatu me shumë të mira. Ne mund të shohim popujt musliman anë e kanë të botës çfarë vështirësive kanë, apo mund të shohim edhe popujt e tjerë në shtetet e tyre që kanë mizori, kanë stundim diktatorial, kanë banda në Amerikën Latine dhe ngjashme. Ne jemi populli që na ka shpërbly Zoti më shumë se sa kemi meritu edhe sa kemi bë sakrifica. Ne kemi fitu pavarësinë me 13.000 viktima në luftën e fundit, e që një tërmet mund t'i kushtoj një popullit me kaq viktima apo një epidemi ngjashme. Janë shumë 13.000 jetë. Mirë, po kur këto 13.000 jetë sollën lirin tonë. Sollën lirin tonë, nuk janë të pakta, nuk janë të parëndësishme, janë shumë të rëndësishme. Mirë, po megjithatë, sakrifica e tyre ja ka vlerë për arsye se ne gjatë gjithë historisë kemi pas humbje më të mëdha. Mirë, po nuk kemi mri se kemi kurorëzojmë lirin. E unë e them kështu, është bindja ime. Besoj që mjetin e mirë që e kanë pas dëshmorët tonë nuk ua ka lënë Zoti të shkoj dëm. Mirë, po ua ka kompenzu me ato që e kanë dashur ata në këtë botë mas shumti, e shpresojmë që në botën tjetër t'i pa shpërbly me xhenet. Amen. Ale, për me përfunduar këtë pjesën e ushtrisë, po dyshoj, po bëhet thjesht si pyetje retorike. Do Zotit mos na vi nevoja. Ish bo pjesëra që Aliu përsëri. Ose një ushtri mbrojtës ose çlirimtar ose pjesë e ushtrisë tonë tash tregu me forcat e sigurisë Kosovës. Po nga pozicioni ku jam sot si besimtar, nuk do të kisha alternativë tjetër për arsye se vatani është amanet. E ai që ja kthen shpinën vatanit nuk e shijon erën e xhenetit përveç pendimit sinqert. E në atë rrethon nuk ndihet a e mrin njeriu pendimin. Unë besoj që për secilin njeri, përveç udhëzimit, nuk ka privilegj më të lartë se sa tjetë njëri prej njerëzve që kontribon në lirinë apo mbrojtjen e vendit të tij, e duke qenë besimtar është privilegj i dyfisht që edhe kontribon në këtë botë, shpërblesh apo vlerësohesh për ato që e ke bën, e padyshim që të Zoti fuqiplot nuk i humb haku askujt. Uroj të mos jetë gat e nevojshme. Mirë, po besoj që kësaj radhe do duhet ishin gjenerata ime e lartë, e që të mos na sakrifikoj një gjeneratë siç e kemi sakrifikuar në luftën për liri, e duke i dhënë shumë pensioner Kosovës që do të ishte më e hijshme, më e ndershme dhe më e lëvërdishme
për vendin, sikur ata të ishin dëshmor, e plot gjë me vajza që kanë shku në parajs të Zotit gjithësisë, i kishim duke krijuar familje dhe duke i shtuar profesionet meritore që i duhen Republikës së Kosovës. Një kombi, një shtetin e vendi. Ale je pjesë e institucioneve të Kosovës që ka pas luftës, si shpejt? Jo, jam prej vitit 2010, kam qenë deri në vitin e 2012. Pastaj i kom kundërshtu vjedhjet në institucione, dhe një 3 vjetë e gjys, jam shku, jam merr me punë të mia, me bujqësi, me blegturi, me ndërtimtari. Thjesht për arsye se kam menuar. A mos se pajtua pet në vjedhja, pet po reagona, pet po folna, pet po ngre zërin. Po na drejtë të përgjithshme. Na kem veç një obligim. Mi shërby venit në formatin që ne dim. Kur jam plagos në luftë më ka met në gjysmë misioni për mi shërby venit. Sëse në herë që m'japat mundësia, mënona m'ja bo argatin në formatin që di edhe moj. Do shta shpesh herë mund të mos jetë forma dhe përmbajtja e duhur. Më thjesht nuk mund të jem indiferent ndaj shijau që i bëhen vendit, apo kur unë perceptoj se që ky format i bën keq vendit, por arsye se na e kem veç një atë dhe, e kem obligime ndaj tij, por arsye se Zoti ka mund të na fal të cilit do këmbë tjetër edhe të cilit do vend tjetër. Mirë po ai që si përgjigjet atë dheu ti, unë nuk di ku renimoni i ti. Ndoshta ka mendime dhe për kufizime thjesht që është indiferent ndaj vatonit tanë, për mu është e habitshme, edhe pse në këtë farë kohën bashkëkohore njerëzit po gjojnë formate edhe interpretime dhe alternativa ndryshme. Mirë po unë menoj që besimtari ka obligim ndaj vendit dhe duhet i përgjigjet sa herë ai ka nevojë, e jo ta fut kryt zallë si struci. Të qenit jo profesion, po në kuptimin e të marrërit edhe me pjesën e analizës jetës tonë, situatës tonë të përditshmërive, reagoni në mënyra të ndryshme si në televizion, si në Facebook, si je pak ka i zyshme, kia lasi në farë pjesë, si dromë të rebelizme të prej feminisme mësës, për tash nuk po pajtosh, edhe me padrejtësit si nuk je pajtu, pa e trajtu politikisht, pa hy të kjo pjesë politike, po fatkesisht jetërën po ndikohet për politikës. Si o bë, mirë që o bë, zëri të gjohet të lërsohet si analist, po si o bë që tash mës me t'lonë rahat si analist, dhe sa po më me dhonë kontributin tëndë, për cilën ti po thu që po du me kontribun këtë mënyrë, duke ngre zërin ndaj padrejtësive. Sa po vlerësohesh, sa po nënvlerësohesh, sa po janë mirënjohës, sa po janë mos mirënjohës, sa po livdohesh, sa po nxjerr veshin që thot populli prej shamave, pse po shifet ndryshe, jo mirë, jo drejt ai reagimi i Alizë, veç kundër padrejtësive, kush do të qoftë në pyetje? Po menoj që njeriu do ta lajë argatin e tij. E për ato që e di, mundem dhe vlerësoj që është e drejt, mundohena ta ngris zarin, të krijoj opinion publik, për arsye se veç që shtu muj me i shërby venit, veç që shtu muj me i shërby edhe vendimmarrësve. Se në rast se kush do të jetë në qeveri, ka me marrë një vendim të gabuar. Nëse ne avokojmë me kohë, kundërshtojmë me kohë, krijojmë mos kritike, aty mundsojmë dy gjëra. I mundsojmë të mos gaboj, apo ta përmirësoj gabimin, dhe njëkohësisht fitoj nga çajo kritik apo vrejtje që ne kemi dhënë, që ta përmirësoj gabimin dhe në fund të mandatit të tij të lënë diçka të mirë dhe të ketë mundësi për të vazhduar. Ne e kemi një problem që nuk kemi mësuar të kontribuojmë apo ta avokojmë për publikën. Dhe në rast se dikush angazhohet për një po e nxon, dikush angazhohet që po rrimë që tash. Po e them. Që reagove në rreth parë, sa pas do të populli apo ushtritur rrimën. Po. Tek disa shënime të kjo pjesë. Në rast se dikush është angazhohet në përmirësim. Sen të prekun nga magjia, kështu. Pa i lexuar. Pa e gjetë një veks. E kemi problem. Se na nisëm nga vetja jonë. Në rast se ne se kemi bën asnjë angazhim. Donë te ne publika si rezultati i asaj që kemi internet në rubrikë shteti dhe publika duke kemi pas edhe janë me kryer hoç, po thotë në internet për shoh hoxhallar që po dalin me rrugë. Kërkon nuk gjon gjujtën bërllog dëmtum pronën private, veç pronën publike.
Arsye se pronën publike shumë në shkollë i dëmtojnë banjot, i dëmtojnë karriget, i dëmtojnë dyrt, me taksa tona, parët tona, të ty në prindrëve. Arsye se ne nuk kemi vlerësim për publiken. Po mos pas vlerësim për publiken. Kushdo që angazhohet për publiken, çfarë interesi ka? Pobre, në secilën çështje që angazhona, unë kam interes. Edhe kam interes të madh, se ky është shteti jam. Kom bo sakrificë për këtë shtet. Këtë shtet menoj me rrit fëmijë, menoj me rrit nipa, menoj me rrit stërnipa. Po, e menoj që secili prej neve. Para se të angazhohem për privatën dhe personalet, duhet të angazhohem për publiken. Na e di kem pas kategori të njohura të familjeve që në vitet e 90-ta kanë pasuri të skajsh, kanë pas pasuri jashtëzakonisht të madhe për kohën. Sot një pjesë e madhe tyre nuk i din ku i kanë as eshtrat e familjarëve të tyre. Pse? Se nuk kemi pas shtet, se kemi pas publike në rregulluar, s'kemi pas institucione që na mbrojnë. E tash tu i ditë krejt çat kalume, internet për shkak krijojmë institucione të forta, përgjegjshme që me avëkim të përditshëm, me edukojmë të fëmijëve në shkolla, besa dikon edhe me mosa represive dhe preventive. Po, dikuj të regojmë që kemi më dënu, në rast se ai s'korrigjohet, e dënojmë. Thjesht se cili me po që dora e shtetit është e përgjegjshme edhe dora e shtetit mbrin edhe ku dikush mendon që është i mbi pushtetshëm apo ka fuqi politike. Ne për te energjisë elektrike e kemi burllogun që na nxan frymën për ditë, i kemi ndotjen që i kemi në lëmej, i kemi hapësirët e gjelbërta. S'muna me tu, pa po një kanë burllogit praptume, pa po një kanalizim parjedh, pa të nërë rrimat pak të në gjysore në ditë të qysh, të do këtë interesant, ha? Krejt që to probleme, mujmë me zgjidh me angazhim përbashkët. Edhe marrë me element me ka rrugë të protestu marrë. Po, nashta është edhe marrë. Mirë po, nga njerë, kur diskutoj me shok, isha një me marrë, si kur qytetarët, mos me pas një adresë, mos me full dikush për ta. Unë nuk protestoj pëse nuk kam mundësi me pagurimin. Unë do mund se cen veprim që e kom bo. As njëherë nuk e kom bo për vetën, unë për vetën tam, as edhe njëherë nuk ankohem. Unë ankohem për ata që nuk din me shkru, që nuk din me fol, që nuk guxojnë, që nuk mujnë, që janë të privum, që ngurrojnë. Që tutën para gjykimit. Thjesht, unë angazhohem për ta. Për arsye se ne para Zotit kemi më dhënë llogari për ato dhunti që na i ka dhënë Zoti, për ato që ne kemi mujtë të kemi pas mundësi. Askush nuk ngarkohet për te asaj çka s'ka mundësi. Unë po mëj që to mi ka dhënë Zoti. Populli thot, po ata që shojnë, populli thot, djali i keq e shanon në vet, i kthehet e shamja prapa. Unë nuk e fliqi gojen me ta, për arsye se nuk është në edukatën e kulturën tam. E me bo me zatit që thot populli, tani kishim mujt me bo dhe najlaf, po për te i kësaj, ne kemi edhe një vendimarrës në institucione që nuk lodhen për publiken edhe për interesin e publikës. Për arsye se kem njerëz që paguhen me pagat majme në Republikën e Kosovës e nuk ja bojnë asnjë argat të Republikës Kosovës, i bojnë dëm Republikës Kosovës, i bojnë dëm imazhit të Republikës së Kosovës. Për arsye se ky vend i ka tanat mirat e Zotit. Ka tokë bujqësore të mirë, ka bjeshk të mirë, ka lumej të mirë, ka mundësi mu përdor për turizm, ka mundësi mu përdor për bujqësi. Tash kur përdoret turizmi edhe bujqësia, tani duhet me ofru shërbime. Krejt, çka kemi bona? Na kemi bo plot punë të mira. Mirë po, ajo çka e kemi bo keq, është fjalori edhe që këfar energjia negative që është mbjell spaku që 15 vite në këtë vend, që në këtë vend në bo gjithë shka keq, këtë vend zbohet, këtë vend nuk mundet, duhet më ikë për këti vendi, që këtë vend ka pos shumë ma pak infrastrukturë, ka pos shumë ma pak... 2 milion shqiptare kemi pas nën pushtimin, sa që ki 1 milion e gjysmë. Mundësi jo, njerëzit edhe levizin, se levizin krejt botë. Mirë po, ajo qka nuk ish dasht me na ikë njerëzit që kanë standard një në këtë vend, edhe që mujnë mu
zhvillu në këtë vend. Mirë po thjesht po e gjojnë mundësin më ik pakon t'gashëm më u ballafaqu. Nena do të më u ballafaqu, se sikur të mos ishin ballafaqu, nuk ishin botë lirë. Ma letë është mi mujt tana ashtu ç'kshkia që të koncept qeverisë që kemi pushtet qendrore lokal, ose edhe që kemi pas edhe pritet që ta kem, se sa me mujt Serbin. Thjesht kemi mundësi krejt që to resurse që kemi me ndërtu një formacion të mirë që me mri mi dhonë të mira rezultat të t'i vani. Kujt mi kërku llogaridhënie kur mi kërku vetës tonë. Vetës tonë mi kërku llogaridhënie. Mi kërku llogaridhënie vetës tonë çush mi sjell si prind. Çush mi sjell si fëmijë ose si të rritur ndaj prindve, ndaj rrethit, ndaj shoqënisë. Çush mi sjell si prind, çush i kemi edukuar fëmin tonë, çush mi sjell në punë ku jemi, çush mi sjell në shoqëni, çush mi sjell fare fesa dhe familje. Cila janë sjelljet tona me përgjithësitë tona që kemi, ku e rregullojmë na veten tonë. Atëherë funksionojmë si qelizat. Nëse tana qelizat janë shnosha, organizmi ka më kon i shnosh. Nëse shumica e qelizave janë shnosha, kanë me izolu, kanë me trajtu, kanë me nxjerr jashtë çat qelizën e smut. Thjesht, amo na jemi të interesuar me ndryshu krejt botën. Mirë po vetën tonë jemi të interesum me lanë në qatë pozicionin, po thëmë, mos thëmë qatë lumin ku jemi na, a prej tjerëve kërkojmë tjenë përkryer. Thjesht na me ndryshu vetën tonë, që është na mësën feja. Ndryshimi nis pej neve, na me ndryshu vetën tonë. Sa zotë së ndryshon gjendën tonë pa ndryshu në? Fiks. Unë bisedoj shpesh herë me fëmijët e mi për shkak të angazhimit në kamponja mjedisore, të pastrimit në gjajshëm ku na bjen, shpesh herë më thojnë. Bob, a është Kosova vishë jona, vesh na duhet me pastru, në Bobi kemi ndo detyrat, na kemi minajt goti, kemi me pastru, ata që nuk e dojnë këtë vajnë, lë të zhytin, lë të silën, lë të gjujnë vërlëg, lë të bëjnë keq, që kjo është atë dheu jonë. Na kemi përgjithësi ndajtina, edhe do të më mënu mi shërby, mi bo argat, sa ma shumë që mujnë. Amo ata që po ndotin që i përmenë ti, ata neve që po pastrojmë, si unë e ti po në thonë, neve po në thonë për lëgji, jo ata që po ndotin. Në mon me përullje, i thonë punojnësve të pastrimit, që ata e pastrojnë dytësin tonë, do dikush, po dhe prindë dhe mi thonë, erdhën për lëgji, jo mërë për lëgji është e që bon për lëgën, jo që ta hek pistollën tonë. Kjo është pak edhe çështje kulture, për shembull në Japoni, quhen inxhinierët mjedisit. Mirë po, na nuk kemi mri atje, domethënë secili ajo çka na thot feja neve, na urdhëron që ta hekum edhe një pengesë, nga rruga. Edhe nëse ne nuk e kemi hudh në rrugë një mbeturin, nuk na gjon kur gjon me mor një kese, me hek para banesës sonë, para hymjes sonë, në rrugën tonë, në lagjën tonë, thjesht me kontribu. Nuk kërkohet pej kërkuj më bë diçka të jashtëzakonshme. Kërkohet pej secilit prej neve më bë gjona të vogla. Bile gjatë kamponja mjedisore që i kishim, më ka ndodhur të shkoj në shkolla të caktuara, të mbajmë edhe ligjërata. Edhe ajo që fëmijët tonë sot janë të këndshëm, janë edhe të guximshëm. Bile njërin prej herave, tha pse po vjen më na thon neve, tha na zgjujnë bërllog, shkofëllit të rriturve të moshës tonë më lart. Ata e gjujnë bërllogun, po ata i bojnë domet. Na nuk gjujnë ta bërllog. Ata bojnë çka shohin. Jo, na nuk gjujnë bërllog. Gjujnë mosha ju, tha edhe më lart. Ajo çka dallon na shtat te kombet e tjera, te na bërllogjit janë burra. Roll shën nona të gjujt bërllog ku nuk duhet. Ose të bë këso veprime bojnë burrat. Për arsye se në në mendjen e tyne është burnore ku delsh me gjujt bërllogun milion të dira. Thjesht ajo që ne na duhet me bo një riformatim. Dobia edhe angazhimin ndaj publikës, ja rrit vlerën privatës, dhaj që s'ka publike, që s'ka shtet, që s'ka trotuar të pastër, që s'ka institucione shëndetësore, që s'ka shkollë të mirë, që duhet, që s'ka fush sporti, me çka do që lidhet me publiken. Ai nuk ka kur gjë private, ajo është pa vlefshme, vlera e saj është zero, sikur ta kish ndërtuar një pallat
në mesin e Meturinau, ose një vend caktum ku ti nuk mundesh, nuk i rrugë edhe nuk i akses, nuk i qasje. Ale, jemi gati në fund të emisionit. Gati, kemi edhe mjaft pak kohë. Patëm rastin e fundit, edhe po dalë të ajo pjesa a më udhëruzu, a mos më udhëruzu dhe kush dëgjohet zërion. Për shembull, dolën protestuan rrugë edhe në ushtetu rryma. Qysh me u ballafatu tash, a më ustep me thon, jalla spjavleka me dalë s'më nga kakush, apo me ushtru trysni edhe qysh me vepru tash. Nuk është vetëm ky rast, por që na ndodhet sfundi. Do të na pengrim zërin apo reagojmë edhe s'po dëgjojmë. Apo ja vlen me dalë rrugëve? Po impakti bëhet në karshi numrit. Sa njerëz jemi, aq dëgjohet zëri jon. Ne këtë kampanjë kemi nisë. Kjo është veç fillimi. Kjo është betejë, po e them publikisht këtu që kemi me fitu. Kjo nuk është betejë e humbur. Kjo është betejë që fitohet. Për arsye se bordi i ZRS është largu nga obligimi ligjor që ka funksioni rregullatorit, i ka shkel krejt legjislacionin në fuqi në një vendimarrje arbitrare, për arsye se nuk e ka gjatë konsultimit publik. Është dashur që debati apo afati pranimit të komenteve jetë 15 ditë, ata e kanë bërë 14. 2 ditët e fundit. Që kanë dobin tonë për atë. Po. Një ligjore pas këshim drejt. Kem argumente të bollshme. Është shkel parimi i proporcionalitetit. Nuk është marrë për bazë mundësia financiare. Është shkel ligji për konsultimin publik. Është shkel ligji për procedurën e përgjithshme administrative. Është shkel ligji për konsumatorin. Kemi 10 shkelje në krejt këtë proces. Ne besojmë që gjykata themelore në Prishtinë ka me vendos në favorin tonë, ka me vendos masën e përkohshme në momentin që ata e publikojnë vendimin. Ne kemi gati padin, vetëm kemi me arsyetu, kemi shkruar numrin e vendimit edhe kemi bën një arsyetim formal për arsye se pjesën tjetër pothuajse gati në 10 faqe na kanë bërë padia për fshi edhe masën e përkohshme. Për arsye se në këtë vend nuk mundet mu sill kurkush në këtë format, me këtë arrogancë, duke u pagu me taksa tona, duke pas përgjegjësi publike e duke qenë në shërbim të një biznesi apo që thëmë në shkurt të mafisë energjetike. Ajo që unë besoj edhe do duhet të ishte protesta, do duhet të ishte nga xhamia e madhe deri te katedralja, do të ishte mbushur sheshi që të mos mund kalonin njerëzit. Që më pasë për me kemi. Për me po që e kemi për me, edhe për me po që jemi të vendosën me refuzu këtë vendim arbitrar, jo si rezultat i mungesës energjisë elektrike dhe nevojës për import, po si rezultat i favorizimit apo i mbushjes së xhepa të një kompanie të caktuar, siç është Nova Energy Trade, që kishte veç 2 punëtor e që për 3.5 vite i kishte pas qarkullim 375 milion euro. 375 milion euro ti veç me i fitu loto. Nashta është e mundshme më fitu me 2 punëtor, 2 njerëz me fitu lotarin. Për arsye se prej kësaj kompanie është ble 90%, 80% në vitin e fundit 90% energjisë elektrike. Për fond, thjesht, na duhet me guxu, jo veç për energji. Na i ka bllokuar rrugë komuna e Prishtinës me vendime arbitrare pa u lodhur. Na i ndrën shkolla, na bën gjithë ditën, se të cilën vendimarrje që e bojnë, ta e bojnë pa na konsultuar. Se din që s'ka kush fol kundër. Na u kemi dhënë votat me qeverisë në komunë. Me na shërbej. Mirë, po para secilës vendimarrje që na prek neve. Secilin prej nesh, sipas ligjit kanë obligim më bë konsultim publik, mi morr krejt rekomandimet, krejt komentet, edhe në fund se për secilin koment, për secilin rekomandim me kthy përgjigje. Për që ta nuk është marrë për bazë që tonë kemi morë, as e kanë morë për bazë vendimin komentet e presidentës, as të avokatit popullit, as Ministrisë Financë, Ministrisë Ekonomisë, as të odau ekonomike, as të shoqatau,
as të grupit, as një cent ma shumë, as të qytetarëve, a më interesant. I kanë morë për bazë veç kërkesat e kjetësit. Edhe tash një rrethon tillë, mendoj që do duhej përveç që mu shkarku, një shku edhe prokuria të tjera, jo veç aty ne. Po në secilën ministri dhe në secilën komunë, kushdo që merr vendim, kundër interesit publik dhe na vështirëson jetën tonë përveç institucioneve të drejtësisë. I dash më janë nxon derën edhe mos më lën me pas qasin në institucione derisa ta kthejnë prapë atë vendim edhe ta konsultojnë me ne. Si është me përmirësues si gabim se në kushtë kush po dal fitues kush humb. Jo, për neve është veç një diçka më rëndësi. Askush nuk ka të drejtë me vështirësu jetën e qytetarëve tonë kur është një mundësi alternative. Sikur të mos kish pas mundësi të tjera, ne do të ishim pajtu edhe që të shtrejtohet energjia. Vetë prodhojmë, se po do me ble kërë pikorez, paguje se është lëks. Ama rrimën tonë të vetë prodhojmë rëmë, këti qysh. Po, për te kësaj, ne kemi pas edhe bojkot, apo sabotaž, branda institucional për me nal investimet në sektorin energjisë, po fatkeqësisht mafia energjetike në rajon është tepër e fortë, e ajo është tepër e fuqishme, ajo është në dorë të Serbisë. Ajo është në dorë të Serbisë. Mafia energjetike kontrollohet nga Serbia dhe si rezultati kësaj në krejt rajon i pengon investimet në sektorin e energjisë në mënyrë që të ketë monopol gjatë importit, eksportit të tyre dhe importit ton për arsye se ata e kontrollojnë edhe pjesën të Republika Srpska në Bosnë dhe kanë më shumë infrastrukturë dhe prodhim energjie e që i bojnë krejt vendet që janë të mvarura nga to. Nëse po, çfarë mund të bëj shteti nëse është fajtor shteti në këtë vit? Çfarë mund të bëj shteti për fond? Çfarë mund të bëj shteti në anulimin nëse ka drejt ligjore ose në rikthimin, rishqyrtim edhe me vazhdu pa që të rritje të përgjome me vështërime për fond, nëse shteti ka të drejt, se nuk e bën nëse mund me bo, ose s'ka drejt me bo, apo kemi heshtjet shtetit, a kemi mos reagim shtetit, a kemi mos dijet shtetit, apo ku jemi me shtetin këtë raport në këtë drejtim? Fatkeqësisht Ministria e Ekonomisë ka pas qasje jo drejt karshi propozime që i ka dhonë zërej dhe është bopal me ta duke kërku që vetëm për disa kategori të amnistohen apo të largohen nga propozimi për rritje të çmimit, mirë po as propozimin e tyre nuk e kanë marrë për bazë zërej. Tani ne kemi po deklarimet e subjekte opozitare që posa konstituohet kuvendi, kanë me shkarku bordin, është mundësia të shkarkohet bordi aktuali zëres, të emërohet një bordiri përgjegjshëm, të anulloj vendimin për rritje të çmimit të energjisë dhe të fillohen procedurat për ndjekjes penale, siç kanë premtuar edhe partitë opozitare, për arsye se këtë vendim e quajnë vendim skandaloz dhe mendojnë që ky është vendim kriminal. Po, për te kësaj, ne presim që të shkarkohet bordi, të emërohet një bordiri dhe të shfuqizohet vendimi. Në rast se nuk ka mundësi për si rezultati nevojës për import dhe të ngjajshëm, atëherë mund të ndërhyjë shteti nga buxheti i tij nëpërmjet subvencionimit të energjisë elektrike nga shteti për operatorin, pa i dëmtu qytetarët dhe pa i lajthit qytetarët që ne udhëllom subvencion 2-3 muaj e pastaj na lën balt në sezonën e dinjërimit, edhe pse edhe këto taksa që do të mund t'i atribonte për subvencionim janë taksa që ne i kemi paguar dhe nuk do të duhej që edhe 12 vite pas privatizimit të arsyetohen kosti dhe kedsi që ne kemi humbje rreth 80 milion vjetore të energjisë elektrike, për arsye se kur është ble, ka qenë marrëveshja që ata të investojnë në infrastrukturë e të mos kemi humbje, e kjo mund të bëhet me pajisje inteligjente që të detektohet
ku janë humbjet, e të intervenuat në rjetë, në vjedhja, apo çka të të ngjajshme. Ale për fund fare, këshilla jote në ngritjen e nivelit vetdijes se prona shtetërore është, nëse jo më rëndësishme si privatja, është shumë rëndësishme. Një këshill të fundit. Po, e kisha ftu se cilin të ri, dhe të re, që krahas rritjes së tij njerëzore, intelektuale, profesionale, zhvillimore dhe pasurore, ta ketë parasysh se krejt ajo ka zero vlerë në rast se ti nuk ki një publike të mirë, nëse nuk ki rrugë të mirë, nëse nuk ki trotuar të mirë, nëse nuk ki kanalizim të mirë, nëse nuk ki ujësjelës të mirë, nëse nuk ki shërbime shëndetësore të mira, nëse nuk ki sistem të drejtësisë që ndonë drejtësi, nëse nuk ke polici dhe ushtri që të ofrojnë siguri. Thjesht, shumicën e kohës juj dhe të avokimit juj ndone për publiken, se një shtet i së drejtës dhe i mirëqenjes për kujdeset edhe në rast se ti nuk ki me pas sukses, nuk ki me qenë i zoti i vetës, apo edhe i familjes tane, dhe nuk ka dobi në rast se ti e këndërtu privaten dhe ki pasiguri nga publikja, për arsye se nesër mund të përballesh me një rrethon, me një pushtet jo demokratik që mund ta rrezikoj edhe shëndetin, edhe pasurinë, edhe familjen dhe çdo tjetër. Në rast se ne kemi me ndërtu një shtet të fortë dhe një shtet të së drejtës, secili prej nesh ka më shumë me i realizu ëndrat edhe synimet e tij. Ndoshta mund të mos bëhemi milioner, por mund të jemi njerëz të kënaqur, të kemi standard mesatar dhe të jetojmë të lumtur në vendin cilin e ka begatu Zoti me tanat mirat, edhe për cilin kemi bën sakrificë 100 vjeçare. Thjesht bëheni le të jetë publikja e dashtun për ju, siç ju doni fëmijët e juaj, ose si që doni prindrit e juaj. Nuk ka kur gjë më të vlefshme se publiken. Në rast se keni publiken në rregull, privatja është e paqëndrueshme dhe ka pak vlerë. Për hatër të Zotit, duajeni publiken. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën që ishte me ne. Dorë Zotit që kemi përfituar dhe të fitojmë gjithë kohës për këshillave tuaja. Të mirpresë edhe herë tjera, prapë faleminderit që ishte sonte me ne. Të dashur shikues të gjuhës, kaq ishte për sonte, vazhdoni të qëndroni me ne, do të jemi me juve 24 orë 7 ditë javës deri në premten e radhës, natën e mirë, mirëmbëjtje.